Një ngjarje është regjistruar mbrëmjen e djeshme në qendër të qytetit të Fierit, ku një automjet luksoz tip Porsche është përfshirë në një aksident pas humbjes së kontrollit nga drejtuesi i tij. Sipas informacioneve paraprake, mjeti dyshohet se po lëvizte me shpejtësi të lartë, kur ka dalë nga kontrolli dhe është përplasur me 2 automjete të parkuara, duke u shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Dëshmitar në vend ngjarje bëjnë me dije se pas aksidentit, drejtuesi i mjetit ka tentuar të largohet nga vendi i ngjarjes dhe madje ka hequr edhe targën e automjetit, me qëllim shmangjen e identifikimit. Megjithatë, ai është ndaluar fillimisht nga qytetarë që ndodheshin pranë zonës dhe më pas nga një patrull policie që ka ndërhyrë shpejt në vend ngjarje, duke bërë të mundur neutralizimin dhe shoqërimin e tij në komisariat. Drejtuesi i automjetit është marrë në pyetje për veprime të mëtejshme procedurale, ndërsa forca të shumta policie kanë mbërritur në vendin e ngjarjes për të kryer kqyrjen e mjeteve të dëmtuara dhe për të zbardhur plotësisht rrethanat e aksidentit.